Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin Muhammedin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimet dhe lavdërimet tona gjithmonë qofshin për Allahun xhalla shanuhu, përshëndetjet tona më të mira gjithmonë me salat dhe selam qofshin mbi të dërguarin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit këtë rrugë. Paqja dhe mëshira e Allahut xhalla shanuhu qoftë mbi gjithë ta. Të nderuar teleshikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të TV-s, ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Gjithmonë në dua dhe lutje nga Madhi Zot për pranimin të çdo ibadeti që mundu ta bëjmë dhe do ta bëjmë inshallah derisa do të kemi jetë, derisa do të jetojmë. Ashtu siç kemi tradit, për çdo javë mundohemi të kemi mysafir të ri sonte me neve. Mysafiri im dhe juaj është hoxha i nderuar, i cili është i njohur edhe për juve, disa herë kemi ardhur edhe këtu ka ardhur Hoxh Behar Efendi Mjekiçi, kryetar i Këshillit Bashkisë Islame në Obiliç. Hoxh Efendi, mirë se keni ardhur. Me së gjitha faleminderit për ftesën. Të nderuar teleshikues, me vërtet ka njerëz të cilët kanë ankesa të ndryshme dhe gjithmonë mundohen që zgjidhjet të bëjnë tek njerëzit nëpërmjet mënyrave të ndryshme. Por disa mashtrohen, të tjerët nga mosdija shkojnë tek ata që nuk bëjnë zgjidhje. Dikush tjetër mendon se ky apo ai do t'ju gjejnë zgjidhje atyre. Në realitet, Allahu xhalla shanuhu edhe në ajete kuranore urdhon dhe thotë gjithmonë pyetni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë nëse nuk jeni ndjeni për diçka. Prandaj, çdo gjë e ka specializimin e vet. Çdo lëmi e ka specializimin e vet dhe çdo kush për të bërë ekspert i një pune, patjetër që ai detyrohet të kryejë disa kurse apo të kryejë edhe shkollë veçantë për ta kryer atë punë. Përndryshe nuk do të merr vesh ose do t'i mashtrojë njerëzit nga mosdia e tij vetëm për të përfituar përfitimet e kësaj dynjaje, përfitimet materiale. Prandaj çdo lëmi e ka ekspertin e vet dhe hoxha i nderuar sonte pra Behar Efendi Mjekiçi është një hoxh që është i njohur dhe në mesin tuaj dhe është i njohur pra për lëmin e rukjes apo shërimit që bën pra nëpërmjet leximit të Kuranit. Dhe patjetër që temë e jonë e diskutimit sonte me hoxhën e nderuar është pra kjo temë, rukja dhe shërimi nga e xhinit. Për gjithë ju që keni pyetje për hoxhën tuaj, ankesa apo zgjidhje, pyetjet tuaja mund t'i bëni nëpërmjet SMS-ave në numrin tonë të telefonit që shfaqet poshtë ekranit 044 590 998. Hoxha Efendi, si pyetje të parë, padyshim që shumë njerëz ndoshta do të pyesin çka është sihri? Përmendni shumë sihrin. Çka është sihri? A mund të na jepni një definicion për kufizim të sihrit? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ne falenderoj, salavat me pejgamberin alayhi salatu wassalam dërgoi. Elos Allahu dhul jalal që i madhi Zot xhalla xjalaluhu të gjithë ata të cilët kanë nevojë për me shëru i madhi Zot i shëroft. Ya Rabbi o Allah, të gjithë ata të cilët trokesin nderën tane për me shëru dhe një prej emrave të bukur tuto i madhi Allah e shafi që është shërus i vetmi ti shëron o i madhi Allah dhul jalal. Është një term të cilën e ka përmend Kur'ani, Allah dhul jalal në Kur'an, që është sihr, që në gjuhën internacionale quhet magji. Nuk ka gjuhë në botë që nuk e njeh këtë term internacional që është magji. Në popullin ton ka të bëme, sehire, ka bë dikush, magji dhe terme të ndryshme, lloj-lloj terme të cilët janë përdorna në për popull. Sihrin ka shumë prej ulemave të cilët e kanë bërë një definicion. Mirë po në këmë zjedh një prej djetarëve të mëdhaj, Ibn Qudame al-Maqdisi, i cili thot, sihr është disa fjalë të cilat thuhen nga një person dhe lidhen ato nyje që e kanë shkakun vrasjen e njeriut, mbytjen, smundjen e njeriut, ikjen e trunit të tij, ndarjen burrin prej grus, ndarjen burrin prej evladëve, humbjen e pasurisë, humbjen e shëndetit dhe disa lloje të tjera. Dhe këtë përkufizim e bën në këtë dietar i madh Ibn al-Qudame al-Maqdisi. Do të thotë aq ekstreme sa që mbytja e njeriut mendohet nëpërmjet sihrit. Dhe kjo ka ardhur
nga hadithi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ka qenë një jahudi që ka pas emrin Lebid ibn al-Asim, një jahudi në kohën e pejgamberit alayhi salam, që ka marrë 30 dinar. 30 dinar prej dukatit në atë kohë për mi bas siher, magji Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Dhe kjo ka ndodhur. Dhe kjo sihirbaz jahudit ka marrë disa flok, kimet flokëve të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, dhe i ka bërë mëgji. Mirë po, mund me lind pyetja si erdhen në dorën e këtij jahudis flokët e pejgamberit alayhi salam. Thuhet që kranin të cilën e ka përdorur Muhammed Mustafa alayhi salam i ka rënë dorë të jahudis dhe i ka marrë qimet prej atij kranit. Dhe rivajeti tjetër thuhet që shërptorja që ka qenë te pejgamberi alayhi salam ja ka thënë flokët këtij jahudis. Dhe sihri na del njëve këtu që nuk mundet më bë vet, pa ndihmën e dikuj, njerëzve, e gjithsesi ndihmën e gjinëve, shejtanëve. Dhe ky jahudi ka bërë ser pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe ka lidh nyje flokët e tij për mbytjen e Muhammed Mustafa alayhi salam. Për mbytjen me vrah Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Dhe pejgamberi alayhi salam thotë që 40 ditë ka qenë meshuran, cili ka pas mëgji, sehire të bame. Dhe derisa Allah Dhul Jalal ka zbrit 2 melaçe dhe kanë ardhur, ja kanë zbrit kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq deri në fund, dhe ja ka zbrit surën tjetër kul a'udhu bi rabbin nas. Dhe pejgamberi sa i ka tejkalu këtë sprov, ka tejkalu këtë mundim. Do thot sihri ekziston. Ka përmend Zoti në Kur'an dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe është realitet se ndodh dhe në botë kudo, çdo shtet ndjeken sihirbazët të cilët bajnë gjana të ndyta, gjana të rrezikshme, me smu njerëz, me smu fëmin, me da burrin pe grus, me qit njerin në rrugëve me dal sikur i çmendun dhe bëhet i çmendun pe këtyne. Arsyeja vetme që në njeri i cili e ka shpirtin e keq dhe mendjen e keqe dhe nuk ka iman në trupin e tij dhe nuk ka fytyrë, as nuk ka kurfar morali, as kurfar etike, dhe shkon i bën këtë punë të dyta. Do të thotë sipas jush që thatë këtë është fjala për atë person që nuk bën sehire, ai që i bën imanin nga ai largohet. Po për me kanë njeriu sihirbaz, për me kanë njeriu që sihirbaz dhe bën mëgji dhe lidh si nyje dhe bën si gjana të ndyta, pika e parë është që mos me adhuru Zotin për Zot, mos me njoft Allahin Dhul Jalal Allah. E dyta është Kur'anin me shkel me kam ose me gjujt dikun ku nuk është veni i pastërt, venin dytë. E treta është me marrë dhe me prej diçka në emën të çati që i del para syve që është shejtan. E merr një pul ose një dash ose një lup ose një diçka dhe e pren kurban. E katërta është me shku te vorret natën dhe me ulu te vorret dhe të vjen shejtani dhe ti manipulon me ta dhe lidh marrëveshjet me ta për me smujt të tjerët. Dhe krejt kjo rumbullaksim dhe kjo analizë del që ai njeri as nuk është njeri, as nuk ka musliman, as nuk është qenie njerëzore, as nuk mund të shpëndan atij kurfar krijese. Gjëvendi, kthehemi prapë në temën tonë, padyshim që ka pyetje që vetëm ja kanë nis bëhen në numrin ton telefonit 044590998. Një pyetje thotë selam aleikum, çfarë duhet bëjmë që mos na rrok sihri? Është pyetje me vend shumë. Edhe shumica ndoshta popullatës do ta bënin pyetjen e njëjtë. Është pyetje shumë me vend. Sihri po ekzistoj ka. Sihri po cmuj ka. Dhe këta duhet me qenë të gjithë të vetëdijshëm dhe duke besuar ta, se ai që nuk beson sihir nuk ka musliman. Se Zoti ka përmendur në Kur'an. Dhe për më mbrojt prej sihrit, pika e parë është që njeriu më nejt me abdes. E dyta është me nejt i pastërt. E treta është me nejt me namaz, me fal 5 kohë namaz. I pastërt nga xhenabeti është? Nga xhenabeti, për shembull nëse është femën nga menstruacionet, senet me u pastru me majt pastërtin. E katërta është që me lexu Kur'an. Rase nuk din me lexu Kur'an, se Kur'ani është në gjuhën arabe, atëherë merr hin internet
ose lëshon një CD, ose një kaset, ose në telefon, le të kënon Kur'an mbrëmje kur bish me flajt. Ngon një sure, ngon një faqe, 2 faqe Kur'an dhe bën me bismillah. Dhe këto janë ato të cilat mbrojnë pejserit. Pika tjetër e cilat mbrojnë pejserit është që nëse ti dyshon dikun ose ki informata që filani është ose filani ose bazë ose mirët me këto punë, atë mos e vizitate, mos pi prej saj nëse të bën ushqim ose shkon ti me pi diçka, largo prej këtyre seneve nëse do të shtu prej sehrit. Me po sehri është edhe i porositur. Mundet njeriu me marr sehirbazi, magjistari, me marr dhe me çu me porosis sehrin. Dhe kjo ndodh shumë raste. Sikur që ka ndodhur te pejgamberi sa ka marrë flok dhe ka bërë me flok tina, me tesh tina, me fotografi tina. Mundet me ndodh me këto, tesh, rrobe jotja, fotografia jotja, flok i yti, thojtë tu. Për këtë arsye, tek një shqiptarët, të kalumen, ka qenë shumë e interesant. Dhe ka qenë shumë e rëndësi që kur kanë marrë dhe kanë pastru gishtat, thojtë i kanë pre, ose flok kur i kanë kre, kanë marrë i kanë bërë duq, ose i kanë kallë, e që me islam duhet me marrë me shtinë dhe. Me fenë islamit do të marr me shtinë dhej, se pjesë e trupit tan. Dhe trupi gjithmonë varroset, edhe ato më marr me shtinë dhej. Për shkak se nëse gjinen durt ngjitor kes ato, atëherë të pret ajo që është sëmundje prej sehret. Qëfëni, edhe një pyetje tjetër, pasi ekzistojnë sihret. Si të shërohen për tyne, si shërohen me shkri plum, a ban, a është gjuna, a çka më bën këtë rast? Po vetë plumi është seher. Plumtoria seher baze. Plumtoria e cila shkrim plum. Dhe të në Kosovë është shumë e interesant që kur shkon me feju qiken, shkon me shkri plum. E marrën qiken ose djalin me shkri plum. Hen shpitre me shkri plum. Kalun djal me shkri plum. Po qan fëmia shka shkri plum. Çka është plumtoria? Kallëzëm ti mu definicioni e plumtorës, çka do të thonë? Ajo është një plumtore, një gru, një plak e cila s'din më fal, s'din më lut, kur fa adhurimi s'din me bazë Zotit. Përkundrazi është edhe pa iman, nuk është me iman, nuk ka muslimane, dhe ti po shkon me kërku ndihmë prej një persones ose personit, i cili nuk ka të bëj me atë çka Zoti Dhul Xhelal ka thënë Kur'an. Dhe nim të uqodit shumë që shumë prej këtyne faltorëve ose magjistarëve marrën edhe Kur'anin që nuk ka dorë ma e ndytë që e prej Kur'anin ma të librin ma të pasër të në botë, që e prej dora faltor dhe lëna të në tavolinë edhe thotën e punoj me Kur'an. Ose dalën ai edhe ai X dhe Y në për internet ose në për media dhe thojnë une shërej me rukje, a realitet është një faltor, një magjistar i rrajshëm, një i cili maltreton dhe i rran qytetarët njerëz të cilët ka nevojë. Une kam nevojë zotëri. E kam qiken ose nanën ose babën ose vllahun i cili ka nevojë. Dhe këta nuk po e konteston askush. Se shërimi në dorën e Zotit Dhul Xhelal, sebepin duhet me lyp ti. Sebepi është mjekësi, Allah Dhul Xhelal ka thënë lypni sebepin tokë dhe banat ka dalë prej tokës. Nëse nuk gjinin tokë atë lypni në Kur'an, se Kur'ani është shërues. Allah në Kur'an ka thënë: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu zalimina ila khasara." Ka thënë Allah Dhul Xhelal, ne kemi zbrit Kur'anin, ja Rabbi cilin Kur'an, që ta që ndur tona, që po e lexojnë, çka kanë ta ja Allah. Në kanë mesin e ti shërim për besimtarët, o shërim Kur'ani, të shëran, edhe mëshirë për gjofsat e njerëzve. Ja do të me lymë Kur'an, edhe ato që ka jenë për Kur'an, me shëru Kur'ani, jenë disa smundje. Dhe ti nuk më nëshme thonë të ashtë zemra për më dhem, dhe do të me shko me shti stenda, po shkoj me shkri plum. Që ka të bë plumi për stenda? Që ka të bë plumi për bruh? Që ka të bë plumi për sy? S'po shesh ka bë në operacion? Po dhem veshë që me të bë plumi. Qka? Dhamin zorë të lukëthi. Atër shka dhe kontrolov mjek. Dhe jenë disa tjera që jenë për hoqë, jo për faltor, jo për magjistar, jo për ranacar. Do shta shumë të në rrasë edhe ju e një dëshmitar, se edhe nëse imi si hoqë Allah shpesh herë në pysin për këto probleme. Dhe nëse të shkoj të doktori, si shpërmendet mjeku, për pyt të cili hoqë shkoj, që ka të bëj. Pra e do të është këqyr punën tek mjeku apo te specialisti për cilin ka nevojë. Ka raste të tjera që ndoshta ka nevojë për psikolog. Edhe ju keni raste të shumta ndoshta që vijnë për fat keq siç përmendet edhe ju mbërm veshi apo diçka tjetër.
Shumë të raste popullata ndoshta i bën Hoxhefendia nga mosdija, duke menduar se hoxha është ai që i zgjidh të gjitha, në realitet dihet rastet kur hoxha i zgjidh, siç përmendëm në fillim, nëse është i prekur nga xhinet. Të nderuar teleshikues, jemi drejt për drejt nga TV Besa, nga Prezeni. Gjithë ju që keni pyetjet tuaja mund t'i bëni nëpërmjet SMS-ave në numrin tonë të telefonit 044 590 998. Hoxhefendi, flasim shumë për sehiret, në realitet shumë pak ndoshta dim për historikun e sehireve. Mund të na flitni pak më zgjeremisht historiki i sehireve magjive, prej kur daton kjo, si ka shku puna dhe si ndryshon gjatë kohërave apo si vjen që njerëzit përfitojnë në forma marramendshme dhe para të shumta nga ky biznes, mund të themi. Historiku i magjisë është historik i vjetër, që është prej kohën e pejgamberëve, me radhë te Nuhi alayhis salam, te Musa alayhis salam, dhe vim më poshtë te Babilonët e vjetër, te India, në Francë, në Kinë, dhe ishte kjo heret, sihri, magjia, që është në kohën e lashtë, dhe kam punu njerëzit me sihr, dhe i marë njerëzit me magji, dhe i marë njerëzit me sene të cilat jenë të rana, dhe nuk kanë nevoj njerëzit me o marë me këto punë, se nuk ka hajrë në këtë pikë, dhe historikë është shumë i gjatë. Ne marëm të Musa alayhis salam që Firauni ka pas magjistarët e vetë të cilët u mburke me ta se po din shumë gjanat më dhaja, dhe i madhi Allah dhul Gjelal e qoj Musa alayhis salam i sfidoj krejt ata sehirbazat në kohën e Firaunit, dhe i tha Allah dhul Gjelal gjuje shkopin, e gjute shkopin, shkopi ti u ba një gjarë për një madhë, dhe ata sehirbazat lushin me litarët e tyne, dhe litarët të bëshin në gjarë, o shëndreshin gjarëpnej, dhe shkopi Musa alayhis salam i gëlltitit e gjithë. Dhe që thënë ata magjistarët, amen na bi Rabbi Musa wa Harun, po besojnë në Zotin e Musës edhe në të Harunit. Që i tha Firauni, do t'ju prej dure e kame, do t'ju shkatërroj juve, se ju në nështru të njerit, po nuk ju në nështru Musës, po ju në nështru në Allah dhul Gjelal, jo Musa alayhis salam. Ta ju në nështrun Zotit madh Gjeleshanu. Historiku i magjisë është shumë i vjetër, dhe njerëzit nuk ka vend në botë që nuk mirën me këtë punë. Nuk ka vend në botë që nuk mirën me magji, me seher. Dhe ju duket atyne që këta po dinë shumë, kanë mri gjatë, dhe banë punë të këqija, ndyta me seher, nuk ka mundësi me bë punë të hajrit. Nuk ka mundësi ti me sheru dikon me seher. Ti po e s'mund, ti veç pjaronën s'mundin e ti. A i cilë shëran, a i qelësi i cili e qelë smundjen tane, është Kurani. Dhe ti nuk i lidhje me Kur'an, ti as e din se çau Kur'ani, as din me lexu Kur'anin, as din me shkru Kur'anin, as din përmendsh Kur'an, as nuk falesh, as din me marr abdes. E kush je ti? Ti nuk kallzon kush je. Ama njerëzit në përgjithësi kanë nevojë, dhe shumica prej tyre janë ata të cilët shkojnë për kësi sehirbazat, dhe shkojnë për kësi gjana që është një bestutni. Allah dhul Gjelal e ka kriju trupin, dhe trupi kanë dy komponente. Trupi ka trupin fizik dhe shpirtin. Trupi del me hangër, me ushqy, me pi, për me najt shëndesh. Dhe momentin të kur je i uritur, atër e lyp me hangër, për shkak se ka zbrasi mrena. Shpirti është i njëjtë. Shpirti është i njëjtë sikur trupi. Momentin kur nuk është i ngopun, lyp, kërkon, se është i zbrast. Dhe shpirti atyne që nuk lexojnë, shpirti atyne që nuk pyesin, shpirti atyne që nuk hinë Kur'an, ata janë të rritur dhe nga i ndyrë ndryshme, se lypin hall, lypin shërim, herë një der, e kjo është këtë problemi të leximi. I madhi Zot ka thënë iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mëso studion e emrin të Allahut dhul Gjelal. Ti ku mëson, studion, e din që është një Allah, edhe di që Kur'ani po të shëron, atë nuk i nevojë me nga poshtë dhe nalt. Nuk i nevojë me cakat me përdyrt, trana caka, matrapazve, atyre që bëjnë dallavere, ata që të marrin qafë ty. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ty të ka rujt, edhe mu dhe shoqërinë. Dhe ka thënë ai i cili shkon men ata kahinan, kur shkon i faltorit, 40 ditë Zoti nuk ja pranon namazin. E me baba kimi besu, Allah i na rujt, nuk je musliman. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad ibn Abdullah. Ke bë kufër në ato që ka zbrit
pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo ty të harron shoqërinë, të harron familjen, e harron individin, e harron martesën. Ani pse është e lashtë? S'do të thotë kurrë. Pse është Babilonet e vjetër në Kinë, ka qenë në Indi, ka qenë atje? Pse? Ai nuk do të thonë kurrë, pse ka qenë e lashtë, do të thotë që është e mirë. Dhe nuk do të thotë që do të më marrë me të. Dhe për fat keq në Kosovë kemi shumë të marrë me këtë punë. Dhe shumë për njerëzve shkojnë pa kur fare arsye. Kur fare arsye nuk ka pse shkon te hoxha. Edhe mas keqtë është që nuk janë hoxhallar. Unë nuk e di ku guxon ai me marrë drejt me thonë hoxh filane. Hoxh hoxh fisteku. Asa kry me drejze, asa kry fakultet, asa kontrat pune me Bashkinë Islame. Ka dulaj hoxh. Prej qielli ka ardhur, a mos ka dalë për toke. Çka është me ta? Unë personalisht nëse kam dhimbje koke, unë nuk shoj të automekanike më kontrollu. E ti që të më shku të mjeku, dhe më shku në ambulancë, spital. E disa për njerëzve kanë nësi të lashe, pse kanë po që është filan faltori, filan plumtori, filan sejrbazi, shkën dërtina. Qysh po guxon? Ka e ke marrë atë guxim me shku. Për që në fmiun, qiken, ren, djallin, për që në tur ti, për që në shpitina. Të për di kush është taj? Apo veç ashtu hajtë kemi, më ka thonë filani, ma ka shu numër në mesazh, shkëtë që kë. Apo dinë diçka për ta. është e njëjtë. Na për më shku të mjekët, ka ambulant caktune, ose ka spital caktum, edhe është mjeku i caktum për qatë punë që të këqyrë. E këtu në këtë punë, çka ka gjithë ta njerëz? A do të më vetë dikush? A do të më thonë dikush në arsyetim? A do të më përgjigj dikush? E njerëzit është e vërtetë që ka ignorancë të madhe, se nuk kanë lexu, nuk vesin, nuk pyesin. Unë e kam përmend disa herë, kam përmend edhe këtu në studio të juve, çdo njeri i cili ka ndonjë telashe dhe ka nevojë për një hoxh, shko lajmëron Këshillën e Bashkisë Islame të atij qytetit. Dhe thuaj o kryetar, o sekretar, o arkatar, o kryeimam, që punojnë në punë në këshill, ju lutem, e kam një fëmijë ose qita që të zar, a ka mundësi me ndihmu dikush? Ku me shku? Ku me shku? Ti drejtë mu. Ti drejtë mu. Je unë se unë s'di ku me shku. Ti drejtë mu, zotëri. Edhe te hoxha shkojt për shumë sene. Për pajtimet gjaqev të hoxha. Për në që rregullon familjes të hoxha. S'po më dëgjon e vladit të hoxha. Jem keq me kojshin të hoxha. Për çdo sene të hoxha. E pse nuk po shkoj me vetë hoxhën prap? E kam një smut, kanë thonë që atje filon një farë gruaje po shereke, a bë me shku. Gabimi më i madh që është që thotë unë sherus. Sherus Zoti. Ti mos më qenë sebeb. Ku gjë tjetër? Hoxhëndi, padyshim që ka pyetje nga teleshikues, një pyetje thotë për mësysh kam bërë shpesh herë rrugjet të hoxhalart. Kam thënë se nuk i sihir, veç mësysh, por prap kam problem. Zakonisht po kam frikë dhe nuk po mund më mësuj, çfarë më këshillon? Mësyshi është një prej pika të cilat i shëron Kurani, dhe mësyshi është qysh në kohën e hershme, kur Jakubi alayhi salatu wasalam i humb Jusufi alayhi salam. Dhe djemt shkojnë në Egjipt për me marrë ushqim. Jakubi alayhi salam ka pas 12 djem, i humb një jese 11. Humb Jusufi. Dhe kur i thotë vladëve me shku në Egjipt, thotë udkhulu min abwabin mutafarriqa. O evlatemi, o bitemi, o djemtemi. Kur thini në Egjipt, këtu në herë, në kohët e hershme, qytetet kanë qenë të rrethune. Dhe Egjipti në të kohë ka qenë i rrethum. Dhe ka pas disa dyrë për më fut në te. Ka thënë shtat lartë, të bukur, të heshëm, të shnosh, fëmit e pejgamberit Jakub alayhi salam. Thotë mos jeni ton kështu grumbull për një dere. Për shkak se ka mundësi që dikush më ra mësysh. Dhe mësyshi që rregullon. Ka qenë i hoxh, thotë kam qenë binak me një vlla. Po unë kam qenë më i laftë. Vlla jam ishte më i shnosh dhe ka marrë motra e ka qit me shetit në rrugë. Dhe ka ardhur një gru e vjetër që nuk ishte pas fëmijë, e ka marrë dhe ka dasht 5-6 minuta, 7 minuta, e ka dasht, e ka përqafe, ka shtin gjëks. Se është për mallu se s'ka pas e vlat. Thot nesërmen me drek ja kanë falë namazin e gjenazës vllautën 3 vjet. E ka mytë mësyshi. Është e vërtet.
Kjo është sahih, nuk ka dyshim te. Ulemaja kanë thënë për me të kalu mësyshi, rase din që për shembull Mullah Faruki më ka mësuar, më thon Mullah Faruk, thuaj mashallah se më ka mësuar. Rase nuk e din cili është ai person, atë shko te një hoj, i cili lexon Kur'an dhe të kënon Kur'an të afrin do ujt Kur'anit, pin atë e lan syt dhe kalon ai mësysh. Po mësysh është e vërtet. Dhe mësyshi nuk do të thonë me rrugë të fëmia. Mësyshi është gullum. I madhi Allah në Kur'an ka thënë: "Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah." Dhe kur ti je në kopsht ose po në shtëpinë tane, po sheh vllatë tu, gruan tane, babën, nanën, po sheh mashallah po rriten, po lujn. Ti mos u kënaq shumë. Po thuj mashallah, tabarakallah. Thuj mashallah. Po jo vetë tot, po dhe familje tjera. Tregoj keni hoxh, ku janë studime, tha, isha tha me një kërë, të vozit, ishte me mu, aty një njeri që e mora, edhe nxehtësi e madhe në tokat arabe, çfarë kërë, ishte ka kërësit klima. Për mësyshit. Mësyshit është e vërtet. Plesht në kalumen kanë thanë, që është ka qenë të lavru bujku me kije, kur ka ardhur dikush që i ka pas sytë e fort, e ka plas kaun në laver. E vërtet. Nuk ka dyshim këta hiç. E mësyshi përpos e Kur'ani, që i kënon Kur'an një hoxh dhe ja fryn do ujë, në rryshe nuk kalon. O Gjefendi, një pyetje tjetër, padyshim që ka shumë pyetje, inshallah do të mundohemi të përgjigjemi të gjitha. Përse kemi dalë në shtëpi, thot, selam aleikum, në shtëpi të re nuk jemi bë rahat. Unë jam ndarë prej shoqës pas 7 viteve, po ashtu edhe vllau është ndarë prej fejumës pas viteve. Pas 5 viteve, një këshill. Subhanallah, është shumë e çuditshme. Ka ndodhur njërit, ka ndodhur tjetrit. Më të madh, do të kemi disa herë. Dhe këto ne kemi në librat tona islame që sihri li tafriq bejnë zawja wa zawj. Ngjit të bamet të cilat e dojnë burrin pe grus. Dhe kjo është e vërtetë. Zoti ka thënë Kur'an: "Ma yufarriquna bihi bejnë al-mar'i wa zawj." Sihri është ai që don burrin pe grus. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi. Thot Iblisi, shejtani kryesor, e ka fronin e tij mbi ujë, mbi deti. Dhe çdo mramje, çdo natë ngritet mbi ujë dhe i afrohen shejtanët e gjend të tjerë, i afrohen për rreth. Dhe i pyet ata, çfarë keni bërë ju? Dikush thot, i kom shtit 2 persona jeni dhnu, dikush thot, i kom shtit 2 persona jeni vra, dikush thot, i kom prish lidhjet farefisnore mes filan dhe fistekut, dikush tjetër thot, une s'kom arrit me nda burrin pe grus. Ai i cili thot nuk kom arrit me nda burrin pe grus, i thot e ja ka, dhe merre ul afër vetit, një krenari, ja jep një nder, thot ti hajde ulu këtu, dhe ja jep gradat e gradan. Dhe ju thot atyre të tjerëve, unë edhe rrogën do t'ja dha ma shumë se kë ka punu dhe ju asnjë. Mas interesante të shejtani tek është që me da burrin prej grus. Dhe kjo pëndodh me të madhe. Që me da një burr për një gruje. Pëndodh me të madhe në Kosovë. Dhe na nuk pedim, a është krejt për sihrit, a është prej të mirav, a është prej budallakut, a është prej njerëzve që shtin. Të gjitha edhe sihri 5 janë komponente të cilat pedojnë burrin pe grus dhe po lajnë fëmijët jetima. Që kanë thonë të parë ton kur dahet burri pe grus dhe lën jetima, edhe dilli nalet në ditë. Që është punë e madhe. Të ne nuk pe bojnë mall këtë punë. S'është problem me u da burri pe grus, me lën fëmijë jetima. E thash edhe një herë, sihri është një prej pikave. Mendjemansia, krenaria të prune, të shtimet fjalt, ose budallakia dhe të mira të cilat i kanë. S'din çka më për të mira, po ndam, po martohemi prap. Ose përrim që shto ndamas, ti një javë dit djalin, që unë e përmar një javë, që kjo nuk ka ndodhë kur në treva tona shqiptare. Dhe nuk ka qenë tradite jona që me lan fëmijë tima, ose me met fëmija pa babës e pa nanë me urrit në rrugë. Dhe është një fjalë e urtë, rase ti nuk i edukon e vlatë tu, ta edukon rruga.
Dhe unë më kaftutna që gjeneratat të cilat po vinë, shumica prej tyre kanë me qenë, ose të rritë fëmijët e cilët po rriten, kanë me qenë edukat rrugore, dhe jo edukat kombëtare, shqiptare, fetare. Në këtë rast, ky që ka përmendur, a mos ndoshta është ndonjë sihir që i kanë bërë shtëpinë e re? Le të këqyr, 1, 2, 3, 5 pika. Nëse nuk është që dikush ka fol, nuk e kanë prej të mirave që nda, prej budallakut tyne, ka raste kur s'din, e pyes kanë herë gruan, pse? Thot nuk di. Po ti tha, s'di vallason çu shër puna zeti. E këtu ka diçka. Kur ka arsye, kur është pa arsye, ndarja pa arsye, ajo mund të më qenë prej sehret. O që vëni, ti kthehemi me lip ata në ilaç të në huj. Po, ti kthehemi temën son prap. Në ditët e sotshme dëgjojmë të mëdha ndoshta edhe në media, po prej njerëzve që ndoshta edhe mashtrojnë magjia bardh, magjia zezë. Çka ne kuptojmë me këtë magjinë e bardhë, çka ne kuptojmë me këtë magjinë e zezë? A janë dy lloj magjinash apo vetëm emërtime për mi zbukuru këto mohabet të bizneset e tyre? Në shekullin 18 është lehtësu dënimi i magjistarëve, i faltorëve, rana coka. Është lehtësu, ka pas ndeshkime ma heret të çdo popull. Se është e keqe, është lehtësu. Dhe në shekullin 18 kanë fillu disa magjistarë me dalë me një moto që ne jemi të ditur, duke supozu që ata po dinë shumë gjana, se janë lidhë me e gjenë. Dhe lidhja me e gjenë është shumë e thjeshtë. Dhe duke i dhanë që one për ty e di kushje, kujna je, që ka ke bo, që kretë, të ka lumen tane. Dhe kjo është letë për një faltor. Dhe kur kanë arë me pytë se ti që ka bënë, thot unë me magjinë e bardhë, e shëret e zezen. Dhe kanë shku me qëtë justifikim. Kjo është një justifikim, kjo është një marre, kjo është një paftërsi, e disa XY njerëzve, të cilët e shkujnë për vizit kartat e tyne dhe ne për tabelet e tyne, unë e shërej magjinë e zezë me të bardhë. Te asë e shërën zezen, e asë e shërën të bardhën, po të këtë është një magji, e ato janë rana. Një magji është, një seher është, një është që të bënë keqë, dhe që të dëmëton ty dhe familjen tonë. Dhe nuk ato e bardhë dhe zezë. Po kjo ka marrë si justifikim, që tash ti na kënë se, po punojmë tash me magji të bardhë, dhe ju mos keni frikë prej neve, na tash ju shërojmë juve. Po ju kënë shëroni, që ata që kanë ba magji të zezë, na ju shërojmë të bardhën. Dhe, kuptum, dhe nuk ka më dyshime. Kjo është këtë esenca e këtyne fjalëve që magjia e zezë koka e keqe, a magjia e bardhë është kundër të keqes. A vallahi është një. E bardhë dhe zezë është një. Në të mashtrime. Mashtrime të llojit të stilit vetë. Po që vendi, ka pyetje ndryshme. Një grua, po një motë muslimane thë selam aleikum, jam një vajzë 39 vjeçare, as fat, as shëndet. Kam qenë për mjek dhe të xhallar, por unë ende kam probleme. Nëse ke qenë të mjek dhe nuk ka ndonjë reagim, atë shkojnë për hoxhallar, po mos i ngatërrë hoxhallar dhe faltur. Shkojnë për hoxhallar, qëra është imam xhamie, qëra punon në këshill mbarësi islame, qëra ka diplom të hoxhës, qëra ka që ka kry medresa, ka kry fakultet për hoxh. Rasi ka këtu, atëra jo është hoxh. Dhe shko vazhdo me Kur'an dhe kthep në shtëpi ngo surën El Bekare. Çdo mramje. Me abdes, lutë Zotë Dhul Jalal, thu ja Allah shëron. Dhe këta ka thënë Ibrahimi alayhis salam, ka qenë pejgamber. Po dhe Ibrahimi është kon. Ka thënë idha maritu fa huwa yashfin. Po ne kusmuna Zoti më shëron. Dhe çoj pak mat që smundja mund të më qenë edhe sprov për Zotin Dhul Jalal. Sprovon Allahu xhaleshanu. Ka qenë Ejubi alayhis salam, ajo që është më e saktë 18 vjet smut dhe i ka ardhur marrë me lut Allah Dhul Jalal me shëru. Po kur kanë ardhur dy shok njerë me vizitu, shok të ngurt të shpirt të tina. Po thonë ata në mes vetes se ata po mendojnë që Ejubi alayhis salam nuk po ndëgjon. Po Ejubi ka pas memorien, po ka qenë smut, po me forcë ka fol. As sy ka lëviz. Ka thonë që ky pejgamber, po një gjunah të madhe ka bë që Zoti s'peshëron, subhanallahu. Çfarë paragjykimi? Njerëzit janë të prim me paragjyku. Thot një thanie e bukur, çdo njeri në esencë është i mirë,
Nëse deli keq, atëherë ti duhesh me pas mendimin e mirë për te. Dhe je para gjykim. Ejubi alayhis salam kur e nin këtë prekë dhe thotë o Allah, ta njerëzit të cilët kanë dash më shumë dhe më kanë besu më shumë. Që se të kisha bërë çat punën e keq që këta s'kishin besu. Këta pi thënë këto fjalë, po çfarë thonë atë populli? O idh nada Ejuba rabbehu inni masani ad-dur. Ka qenë grep. Të smundi e vakit, të lash e vakit. Ka thënë çështë? Ka lut Zotin. Dhe ti prap mos këqyr me marrë një ndërmjetësues mes te dhe mes Allahit. Është fjala për këtë vajzë. Se kur ka dikush e ka pyet pejgamberin sa ka thënë ja Rasulullah, a Zoti larg që më ngrit zonë shumë? Ja Allah, me hym kode, a kem Zotin afër. Dhe me lut Allahin ka dal. Ka thënë Allahu dhul jalali ka zbita në Kur'an nëpërmjet Xhibrilit ka thënë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe kur pyesin ty pejgamber, njerëzit për mua kanë thënë që jam afër, nuk jam larg, afër jam. Dhe të më pyesin ata. Dhe mos qyrti me lyp. Unë tash po duam të marr në ndërmjetësues mes meje mes Allahut dhul jalal. Mes te dhe me Zotin xhelal xhelalu nuk ka ndërmjetësues. E jo ti shkash me lut Allahun dhul jalal ka thënë ulemaja thuaj elhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad. Falenderoj Zotin mas pari dhe bëj salavat me pejgamberin alayhis salam dhe lutë Allahun xhelal xhelaluhu dhe xhelal shanuhu çka dish mirë. Mos të ndërmjetësim. Se Zoti yt dhe Zoti jam tërë Allahu dhul jalal na dënim. Dhe mos të ndërmjetësim. Pa falenderu Allahin dhe bëj salavat me pejgamberin dhe lutë tu ya rabbi shara. Imam Aliu nuk osmuni hen një vjet. Ka thënë Zoti mu nuk po më dën se s'po sprovan. Allah s'po më dën mu se s'po sprovan. Unë kam qenë smut gjithë. S'kam qenë një vjet, s'kam qenë smut. Atë pse e kitin i të lashë si e mirë me shëndet, atë mos e merr ti çka është bë me mu. Sprova Zoti, çfarë sabri ki, ta kompenzon atë. Me më të mirë, ta kompenzon Allahu dhul jalal. Ka dhënë gruaja e pejgamberit ka thënë ja Rasulullah, unë jam një grua e cila e kam një smundje që quhet tek ne epilepsin. Dhe ku të më rrok në rrugë, po që veshna. Ja Rasulullah, lutë Zotin të më shëron. Që ka thënë pejgamberi, apo dënon me lutë Allahin me të shëru, apo bë sabër e xhenetin e ki. Apo bë sabër e ki xhenetin. Ka thënë gruaja ka thënë, ja Rasulullah, mos e lutë Zotin me më shëru, po lutë Allahin që rase une smuhna më rrugë e smundje, mos zhveshna më javë tregu trupin tam njerëzve të huj. E ka lutë Zotin dhul jalal pejgamberin sa që kur ti bie të lik kësaj gruas, kur ti humb vedia, kur të rrugë epilepsia, mos me qenë mos zhvesh ajo. Para mendoj çka bën ta falltur ton. Para mendoj çka bën, të pa fytyr. Unë thotë është epilepsin. Unë është epilepsin. Jo bre valla, jo bre valla, epilepsia ndajte mjeksi. Në epilepsi merre për dorë shkon ndajte mjeksi. As më shkon te hoxh, as më shkon haxhi, as më shkon prift, as në pop, as në falltor, as në gjitor, as në sheh, as në dervesh. Jo vllavi jam. Merre për dorë, mos hub ku, nesër me sabah. E të mjekt. Hiç mos hub ku. Unë po ta them këta, qaftem. O që veni, përmendë disa për këtyre rasteve, po pak ma detajisht, kush duhet merret me rukje, me lexim Kur'anit, me këto probleme që kanë gjithë ta njerëz që me të vërtetë janë shumë pyetje, vjen keq që s'do të mund t'i lexojmë gjitha. Kush janë këta njerëz që duhet merren për një mend me këto probleme të njerëzve që i kanë jo probleme psiqike, ato si shtat doktori, mjeku do thonë, ai mirët, po me këto probleme të tjera, disa këshilla që të na jepni gjithë këtyre që na shikojnë. Isha para disa kohë me disa hoxhallar të mëdhaj të Kosovës, duke biseduar të njëjtën pyetje të cilën ti sot po e parashtron. Dhe më bëshëm pyetjen janë një tjetrit se ku po janë ata njerëz që po shiten si hoxhallarë se dhe kemi marrë një vendim dhe kemi biseduar në një shoqërore që ata të cilët duhet me u marrë me këtë punë duhet me qenë hoxhallar. Hoxhallar që punojnë në bashkësinë islame, që kanë kryer medresa apo fakultet. Dhe jo me dalë të njëri i cili shitet në emrin të hoxhës dhe tani të gjithë hoxhallar po hin me një thes që nuk është e vërtetë ajo. Nuk është e vërtetë se nuk janë hoxhallar. Ani pse shkruan ai te hoxha filani ose hoxha fisteku. Hoxha filani, hoxha fisteku e din bashkësia islame, e din miftia dhe e din kryetarët e këshillave sa punëtor dhe sa imama i kanë. Dhe kush janë hoxhallar?
secili e din territorin e vet ku ne ka imam, dhe ka ne ka hoxh, dhe kush din me knu dhe kush din me knu Kur'an. Ktu duhet me qenë vetëm hoxhallar. Përgjithësi hoxhallar. O zotëri, ti ka po din ti me bë këto. Valla më khala bab gjyshi, katër gjyshja. Mos ta për pejdojve. Mos e gjithë rrugë. Hoxha ka kry shkollë për atë punë. E lexon Kur'anin, e din atë. Dhe mirët me atë punë. Dhe ka hije se hoxh. Dhe me përgjegjësi se hoxh. Ai punon me çatë. Dhe këtë duhet me marr vetëm hoxhallar. Ani pse neve këta faltorët na thonë jo këta janë ekstremista, jo nuk jemi ekstremista. Ti je ekstremist. Ti je ai i cili popullin ton po e shkatërron, po e mashtron dhe po i shtin edhe në telash edhe në belaj edhe në probleme. Jo hoxhallar. Hoxha Efendi, me të vërtet një pyetje që ndoshta gjithë që na shikojnë janë intereson. Thotë selam aleikum Hoxha Efendi, mund të na tregoni për simptomet në trup kur bëhet sihr, kur bëhet magji? Ka disa simptome që ka sihr. Mund të qenë ajo që i humb vedia, ka vaj, mund me pas edhe dhimt në bark. Mund të mos me dash burrin, mos me nejt në shtëpi. Dhe lloj smundje tjera ose sende ndryshme bën, po këtë mas mirë të din kur shkon te një hoxh që në Kur'an dhe ai e din a ka sihr apo nuk ka sihr. Dhe është mirë mos më utut pe sihrit. Dhe siç po mduket mua është bën një temë aktuale në Kosovë kjo. Sihri mëgjia më ka bë dikush, jo, s'ka bë kërkush. Çu herët po na mëso studio es për para, për ndryshe mos më me këta, sikur se isha në ditë me një njeri, dhe ke mu më ka ra biznisi se më ka bë dikush magji, a që ke nëra 12, se të natën e për muzika, në për disko, në për kafet natës, e zoti nuk qënë bereqet. Jo thash zotini ty s'ka bë mëgji kërkush, po ti pas ke bë mëgji vetit, ti pas ke bë mësush vetit. Që punë me sabah, që punë me Bismillahirrahmanirrahim, që një moju fukareve, dy për bereqetin, jepe zeqatin, ndihmoju njerëzve, vallahi dhe mëgjitur ka s'ka që ka të banë. Sikur se ata fëmija në shkollë ose nxënësat në shkollë mesme, kur ngelin, thot perinati profesori ma ka qitë nesh. Po jo për perinati, sa 100 gjenerata i ka kalu. Ai nuk mundet më nalë në ty, sa 3 vjetë ka dhe hec. Po ti s'ke mësu, e pëse pja gjumë fojnë të tërkuj. Edhe këto e njerëzit. Jella mu s'pëmojën e, pëse s'pëmon, se më ka bëm gjif gryja migjes. Ka dal. Ishte një ditë me debatë shumë me disa njerëz, tha unë e dëshoj ngruën e migjes, thash po edhe gjalli migjes tonë, thash një ditë e dëshoj ke nonën tonë. Se dhe nona jote i bjen gryja migjes. Aha, po. Është bërë temë aktuale, temë e cila për hesab tem, për mendimin tem, kjo është një budallaki e njerëzve që nuk po kanë me çka më marr, hajt mirë me çto mëgji ka bë, po di me fry, po di na ne. Është bërë një sen që njerëzit duhet më vedisu për një herë, që të gishtin kry, mendo pak. Çfarë po shkon te hoxha? Për çfarë po shkon? A gjithë këta që vinë te ju apo te hoxhallar tjerë, me të vërtetë a janë njerëz që kanë nevojë apo edhe janë bërë vezvese? 70% s'ka nevojë. 70% s'ka nevojë. Do thotë ju është bërë vezvese patjetër të shkon te hoxha ose te si e bazë. Po foli me një fjalë të popullit, budallak. S'po di fjalë mat ult. Po më vjen keq për etikës tam, se edhe në fjalë tjetër e kisha thonë, budallak. Shko te hoxha me ndrëvan në punës. Shko te hoxha se ta kena me dal me emigru, në emigrim. E mos po mësojnë në Bullgari në Hungari, haj çkrum të çan është të dal. Ku do më shku? Çamon me të bëj hoxha. Janë do sene të cilat nuk i kupton logjika e njeriu. Dhe unë nuk e di çysh, nuk po thojmë në asnjë. 75%. Ka njerëz që kanë nevojë, ka njerëz që kanë dert, ka njerëz që kanë smundje, ka. Dhe nuk mund të shëron pas Kur'anit. Ama ju krejt. Po flan djali deri në një ditës i marr me shkru. Po si çon disko? Shkon në për muzikë natës, do të më flatim në djenja. Do të më ngi trupin gjëm. E çfarë shumë shkruaj hoxha? Po pinë vlad jam shumë alkool dhe i marr me shkruaj hoxha. Çfarë bëj hoxha ti? Po lund djali jam automat ose bastore ose komore i marr me shkruaj. Çfarë bëj hoxha ti? Çka fal? E këndosh më bë tërbije me vakt?
Pejgamberi sa ka thënë për këtë arsye feja islame nuk lën si shteqe. Ka thënë muru euladekum bis salati wa hum ibna 7 sinin. O njerëz, mësoni fëmijët e ju kur i kanë 7 vjet më fal. Pse më fal? Pse më fal? Pse më fal? Pse çta? Se ka thënë Allahu dhul jalal, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazet dalën nga punë tek xhia. Subhanallahu, këtë lehta, me tull, këtë lehta. Po thotë pejgamberi urdhënoi fëmijët e tu kur i kanë 7 vjet, më fal, kur i bën 10 rrehe kapak. Po pse më fal? Se Zoti po thotë tash Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, namazet dalën nga punë tek xhia ty. Që ato që mos me dalë natë, mos me lu kumore, mos me lu bastore, mos me hinë fadi, mos me hinë kalman, mos me qu bankrot familjen tane, po me ndihmu familjes tane. Tash si të edukohesh si fëmijë, edukohesh si djalë i ri, edukohesh si burr, i plak i edukum. Edukon individin, edukon familjen, edukon mahallën, edukon shtetin. Kështu mohen. Individ, familje, shoqëri, shtet. Kështu jenë. Po gjithëndi, ka shumë pyetje. Ta bëjmë një pyetje nga 5 minuta, thotë më hum vetdia. Si njo as njerëzit flas pa lidhje, binë tokë, sikur ata që kanë epilepsi. Jam kontroll të mjekut, por nuk po mundën të gjejnë arsyeën. Çka mendoni? A jam për me shku te hoxha një këshill? Këshilla jam është që të vazhdo ti me mjekësi, shko te neuropsikiatër, se ata e din këtë punë shumë mirë. Bisedojsha me një doktor, s'po du me përmend emrin për shkak që reklamës, bisedojsha me të, baza nervore din me bëj shumë çrregullime. Dhe nëse je në konsultim me doktor, atë shko deri te një hoxh, do të kënon Kur'an, bile të hikom çat vesen që mos i kanë edhe për hoxh. Kur'ani hoxha kur dëm nuk të ban. Këta do të me ditë. Te hoxha sa shkosh me thon kënon Kur'an kur dëm nuk të ban. Me çka të bën hajër. E për këtë arsye afroft te një hoxh, këtu le të kënon Kur'an, të dim çka insanet, edhe mandej vazhdo me mjekësi. Po krahas kësaj shko edhe te një hoxh. Dhe atë ti je me 2 krahas ku aeroplani. Hoxhën, doktorin, barnat, Kur'anin, edhe ec. Pse ti Zoti dhul xhelal. Hoxha Efendi, jemi dëshmitar, tash po dalim pak prej teme, jemi dëshmitar të asaj që në ditët e sotshme me të vërtet për fat të keq shohim se me 10 autobusa të mbushur me të ri, pikërisht me të ri pra, mbushen dhe largohen nga Kosova për shkaqe të ndryshme që shohim për çdo ditë në përmjetet e ndryshme, si ato të shkruara, por edhe ato të tjera pranë në TV. Çka mund të na jepni një këshill gjithë neve, gjithë ta që na shikojnë, apo ata që kanë bën një jetë që të largohen prej Kosovës, një këshill për gjithë të shikues tan për migrimin që ja kanë sy në vendet e Evropës. Subhanallah, është një temë shumë prekse. Ti kujton vitet e kalume, ti kujton vitet e cilat ata të ndjekurit politik kanë dalë në për vende, në për Gjermania, kanë lyp azil politik, ju ka dek baba, nana, vllau, agja, djali agjes, s'ka mujtë marrë në vërrem, për shkak se ka qenë një terror, ka qenë një shka i cili të ka dëmtu dhe të ka ndjek dhe të ka persekutu dhe të në të zezat i ka ba. Dhe është dash pa tjetër me ik maleve, shefte, me ik, me dal. Ka qenë arsye madhe, me dal atëherë. Ta është disi po t'i kujton ato vitet më të vështira të popullit tonë shqiptar. Kur e lkura tërqethet dhe mendja të hutohesh. I shefte rinin të ik, rinia kush. Lullat e pranverës. Rinia është lullat e shtetit. Brezi ma i bukur i një shtetit. Rase ki rinin e shëndosh dhe rinit madhe, e ki shtetin e shëndosh dhe të madhe. Rase s'ki rini, s'ki shtet, dhe i përfundon let. Dhe më po habitem shumë pse vetëm Kosovë po bajnë kështu rinia me ik. 17 vjet e përpjet. Mendoj, dhe është e vërtet, çka unë jem të e thonë tash, që Kosova ka rinin më të shëndoshëm
rajon. Nuk ka rini më të bukur, më të shëndosh, më të mirë Kosovë, as në shtet për rreth, as në Evropë. Dhe jem të partë me rini. Dhe këta po dojmë na i shkatërrum. Kush nuk e di. Jenë disa individ, disa matrapaza, disa grupe rjetë kë. E merë qes, ta që vizen, ta që këta me një kambi, me një diçka, me një autobus, një për Serbi, Hungari, Bugari. Po të regon dikush për këtyne që kanë shku, po na bajnë po thot me kamiona si kur shtast. Për një kampit, një kamp. Dhe nuk ka ende gjanat e cilat me lëshu Kosovën se kështu më lëshu të gjithë. Nuk jemi në rrezik, as për ushqim, as për buk, as jem të hjek. Të këqyre vishë në për automata, në për bastore, sa miliona qarkullojnë në vetë, ose 24 orë sa qarkullojnë. Dhe nuk kemi ranë që dërejtë që me lëshu venin, 45 në zanca prej Ferizajt. A i fmi, kom i hub këj vetë. Sa i du të më shkone me mëso gjuhen, hajde pe supozojmë që i marrin leta në Gjermani. Dhe të mëso gjuhen, pi hub një vetë. A i përjet mrapa, a i e fmi, a i nuk ka thaj pëse ti e martu dhe ke lindat fmi. A i nuk ka thaj pëse baba i ti u manipulu për i dikuje se nane e ti. Për këtë arsye, mo zemra më dhem për këta. Sinqerisht zemra më dhem dhe o mundon më shumë kjo punë, po është mirë shteti, qeveria, ministrit, kryetarët e komuna, me ngjall këtë punë, me parandalu këtu. Të nuk parandalu me polici. Që në du me dalë ku du shkaj. Unë e mirë, e këm pasaportë në dalë ka du. Po me mujtë me parandalu me qka, me pas ide se qka mi u bëgë të në trive që mi këthy në Kosovë dhe me qelë vendet punës. E lusë Allah në Gjeleshanu që ja Rabbi o Zët, mos në i shpras Kosovë me këta djemë tri. O i madhe Allah, runa i rinin tonë. O Zët që po të lutë në ata që kanë dalë, ruja atje ku jenë, nëse nuk mund me bakur gjë këthejnë familjet e ty në shtë rahat. Ja Rabbi o Zët këthejnë familjet e ty në shtë rahat. E këta që e këto ruj pe të në të këqia, ruj pe të në belaja, ruj pe të në sprova, ja Rabbi. Ja Rabbi, runa i shtetin tonë, runa i kumbin tonë, runa i kofit tonë, runa i dhenin tonë, për cilin kemi hjek me dekada. Dhe mos në ale që t'ja këthejmë shpinën, ja Rabbi, vendit ma të bukri tonë, me ja këthy shpinën na, atër kujna pjetë kë vend, kjo është i joni, tu ne kanë lanë babadem, ne kanë lanë babë, gjyshe, stërgjyshe të parë tonë, jemi këtu kemi hangër, këtu po pim, këtu përrojmë dhe këtu do të vdesmi. Bërë Efendi, të falenderoj në emër timin personal, në emër të Këshillit Bashkisë Islame në prezantin e cila është edhe organizatore këtyre ligjërata, por edhe në emër stafit gjithë tyre djemve që punojnë këtu për kohën që gjetet, erdhët nga Ubiliqi, në këtë dimër, me mjegull rrugë dhe me gjitha këto të lashe, gjetet kohën dhe erdhët që na këshilloni me disa këshilla se përket rukjes, po edhe migrimit. Faleminderit për juve, është e kënaqësi. Desha të falenderoj juve, kryetarin e Këshillit Hoxhën Lutfin dhe të gjithë teleshikues, të gjithë na kanë dëgjuar dhe na kanë shikuar në ekranit ju, i përshëndes të gjithë me selam aleikum. Allah xhaleshonu i rrit me të mirat e tij në dynjë dhe në ahiret. Të nderuar teleshikues, me të vërtetë do të kemi lënë edhe shumë pyetje të tjera pa e lexuar, por me shpresë që jemi munduar ta japim një pasqyrë sa i përket sihrit, magjisë, si të shërohemi dhe si të mos të mashtrohemi, mos bim prej atyre njerëzve që me të vërtetë çdo ditë më shumë bëhen më të pasur se sa që ishin të kaluar pikërisht nga ky biznes që dikush përfiton me miliona apo përfiton me gjëra të tjera. Prandaj, gjithë ju që ju ka hikur emisioni pa shikuar nga fillimi mund ta shikoni ritransmetimin e emisionit ton ditën e martë në orën 20:30, duke lënë në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu, në ndihmën dhe në mbrojtjen e tij, ju përshëndes Faruku Kallo me assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Faleminderit.